Fshesës së shkarkimeve masive në personel nuk i shpëton as Spitali Rajonal i Shkodrës. Nga burime të sigurta brenda këtij institucioni, Star Plus ka mësuar se numri që do të largohet nga puna është 92, kryesisht punonjës të shërbimit sanitar, por edhe të shërbimeve të tjera. Nga njëjti burim bëhet e ditur se Ministria e Shëndetësisë brenda datës 15 shkurt do të paraqesë paralajmërimin e largimeve nga puna për të gjithë emrat e kësaj liste. Spitali Rajonal i Shkodrës aktualisht në strukturën e tij ka 797 punonjës, ndërsa ky numër pritet të reduktohet në 705. Ndërkohë, thuajse 95% e largimeve do të jenë në shërbimin sanitar. Kjo për shkak se personeli në këtë shërbim është tejet i fryer, pasi bëhet fjalë për 175 punonjës, kur mesatarisht në ditë në Spitalin Rajonal të Shkodrës numri i pacientëve është 120. Pra e përkthyer më thjesht më shumë se një sanitar për të shërbyer një pacienti. Por kush do të vendosë dhe në bazë të cilave kriteri do të bëhen këta shkurtime? Sipas burimit ton, dora që ka vendosur për të gjithë emrat që do të largohen është Ministria e Shëndetësisë, e cila në reformën e ndërmarrë për gjithë mjekësinë në Shqipëri nuk përjashtoi as Spitalin Rajonal të Shkodrës. Ndërkohë, deri në zbardhjen e plotë të emrave të shkarkuar, na mbetet të presim nëse kriteret e përdorura janë thjesht militanteske apo në bazë të ligjit në fuqi për largimet nga puna. Nga ana tjetër, e gjitha kjo pritet të sjellë reagimin jo vetëm të larguarve nga puna, por edhe sindikatave për të kundërshtuar një veprim të tillë që praktikisht nxjerr në rrugë 92 punonjës dhe thellon hendekun e varfërisë në 92 familja.